Ka momentet lufta është për të vrarë njerëzit e për të shkatëruar, dërbarë dhe lë pasoja të rënda psikologjike të njeriu. Dhe rrjedhimisht ato riçfaqen. Kur i thonë ngulitin se dalë në gurë tek njeriu. Tani më po flitet për luftën përsëri, mbas 80 vitesh. Lufta po duket sikur është diçka në Instagram, diçka normale për një brez që nuk e njeh luftën. Treguar për jush, çfarë është lufta, që ta din mirë ata që flasin kaq lehtësisht? Rudina pikërisht për këtë problem që më pyet, e faleminderit që ma bën këtë pyetje, në atë librin që ke përpara atje, që thotë historia nuk amiston, pikërisht ajo, flet veçanërisht pjesën e parë këtë problem që po më rësot. Jo vetëm brezi, po mua më vjen keq dhe njerëz që drejtojnë vëme dhe shteti me përgjegjësi, nuk e kuptojnë çdo të thot luftë, edhe çdo të thot jetë njerëzisht dhe shkatërrime. Unë flas për atë që kam jetuar, por duke qenë se kam një jetë të tërë ushtarake dhe njoh. Jam marrë me problemet historike ushtarake gjithësisht, me artin ushtarak, me gjithë gjërat e tjera, se dhe kam pat mundësi të marroj të gjithë ciklin ushtarak që patëm në Shqipëri, nga shkolla Skënderbej, tek akademia, të di format e akademisë, shkollën e bashkore, tjera e tjera, por dhe të studioj. Dhe çdo të thot luftë e kuptoj. Më vjen keq që në kushtet e sotme, si të thuash, urët mundohen t'i afrojnë për luftë.